Një pako e dyshim të dërgua në një bazë ushtarake amerikane në Maryland të enjten, gjë që bëri që të paktën 7 persona të sëmuren dhe të dërgoheshin në spital, raporton CNN. Disa persona u transportuan në qendrën mjekësore Malcolm Grow në bazë, pasi u hap pakoja, e cila përmbante një pluhur të bardhë të panjohur, than 3 burime të njohura me hetimin. Një deklaratë nga baza e përbashkët Andrews, e cila ndodhet jashtë Washingtonit, tha se një ndërtesë në bazë u evakua pasi një individ hapi një paketë të dyshimt. Ekipet e ndihmës së shpejtë të bazës së përbashkët Andrews u dërguan në vendngjarje, të cilat përcaktuan se nuk kishte kërcënime të menjëhershme dhe ja ka ndërzuar vendin në ngjarjes zyrës së hetimeve speciale. Një hetim është duke vazhduar aktualisht. Një nga burimet e njohura tha se një provë fillestare në terren nga ekipi i hazmat nuk zbuloi asgjë të rrezikshme përveç hetimit dhe përpjekjet për të identifikuar natyrën e substancës së bardhë mbeten në vazhdim. Shkalla e çdo sëmundjeje të raportuar nga ata ishte afër paketës që nuk dihet ende, por 2 burime të njohura me incidentin i than CNN se individët e dërguar në spital u trajtuan për simptomat e tyre dhe më pas u lanë të lirë. Dhoma ku u hap zarfi, e vendosur në një ndërtesë ku ndodhet në qendrën e gatishmërisë së Gardës Kombëtare Ajrore, mbetet e mbyllur. Hetuesit po vlerësojnë gjithashtu propagandën politike që ishte përfshirë në paket, than 2 burimet. Baza e përbashkët Andrews dhe baza ushtarake përmes të cilës personalitetet e rëndësishme si presidenti, zëvendës presidenti dhe sekretarët e kabinetit udhëtojnë rregullisht për punë zyrtare. Presidenti Donald Trump ishte në bazën e përbashkët Andrews të mërkurën. Qendra e gatishmërisë së Gardës Kombëtare Ajrore funksionon si një ndërlidhës midis byrosë së Gardës Kombëtare dhe njësive të Gardës Kombëtare Ajrore në çdo shtet dhe territor.